Me uljen e temperaturave është ngritur alarmi për ajër të ndotur, ndërsa më së shumti nga kjo ka pësuar kryeqyteti. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon se sipas të dhënave nga sistemi shtetëror automatik i monitorimit të cilësisë së ajrit ambiental dhe parashikimit të motit të marrë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, pragu i alarmimit për grimcat e pezulluara me madhësi deri në 10 mikrometra, te kalim i vlerës 150 pm gjatë 2 ditëve radhëzi është tejkaluar në pikat masë në Shkup, Qendër, Gazibab, Karposh, Lisiqe dhe Rektorat. Me anë të një tabele nga Ministria kanë paraqitur përqendrimet mesatare ditore të PM10 në pikat të matëse dhe ditët në të cilat është shënuar tejkalimi i pragut të alarmimit. Më 17 dhjetor në Qendër, grimcat PM10 kanë qenë 151.78, kurse një ditë më vonë më 18 dhjetor kanë qenë 186.49. Më 17 dhjetor në Gazibab, grimcat PM10 kanë qenë 156.55, ndërsa më 18 dhjetor 178.92. Si rrjedhoi nga Ministria e Mjedisit për këtë gjendje alarmante, thonë se kanë marrë masa të menjëhershme. Të intensifikohen mbikëqyrjet e jashtëzakonshme inspektuese ndaj instalimeve me leje ekologjike të integruar të tipit A. Duhet të kontrollohen instalimet me monitorim të vazhdueshëm, të mundsojnë qasje publike në të dhënat e matura, të intensifikohen kontrollet e jashtëzakonshme të gjendjes teknike të automjeteve, veçanërisht atyre me karburant dizel dhe automjeteve të paregjistruara. Po ashtu, ndër masat e ministrisë është që të intensifikon edhe kontrollet e jashtëzakonshme në kantieret të ndërtimit dhe ndalimi i djegjes në hapësirë të hapur. U rekomandohet të gjitha subjekteve juridike punëdhënëse që t'i lirojnë nga obligimet e punës së gradë shtatzëna, personat mbi 60 vjeç, si dhe personat me astmë kronike, me infarkt të kaluar të miokardit ose goditje në tru, pa ma parasysh moshën me rekomandim të mjekut am.